Në Galerinë e Arteve Eduard Lir, në qytetin e Beratit u çel ekspozita Stinët shqiptare nga piktori Sadik Kasa. Pikturat janë kompozuar përmes një kontrasti mes ngjyrave të forta të natyrës dhe ftohtësisë së kallëdrëmeve të qytetit të 1-1 dritareve. Piktori Sadik Kasa thotë se Berati ofron një larmishmëri peizazhesh, ndaj ka zgjedhur ta pikturojë në të gjitha stinët e tij. Ka marrë një tur ekspozitash, kanë filluar me Sarandën, Pogradecin, Fjerin, Korçën, edhe s'mund të lija Beratin, sepse Berati ka shumë motive dhe ne kemi pikturuar Beratin në gjitha stinët. Berati është një atrakcion jo vetëm turistik, po edhe artistik, është një qytet grafik që i jep mundësi piktorëve për të realizuar më tërmend vepra që ngelen në fondin e studios dhe në fondin kombëtar ka shumë vepra nga Berati. Ekspozita me 75 piktura do të qëndrojë e hapur në qytetin e Beratit deri më 30 maj.